Shfaqja e autizmit tek fëmijët në botë dhe në Shqipëri është gjithnjë e më shumë në rritje. 1 në 46 fëmijë vuajnë nga çrregullimi i spektrit autik, ndërsa ekspertët tregojnë disa nga faktorët që ndikojnë. Kemi numrin në rritje, po konstatohet nga statistikat e bëra vitet e fundit dhe diagnozat e vendosur nga mjekët vitet e fundit, po shikohet që jemi 1 në 46 fëmijë kryesisht të prekur me çrregullim të spektrit autik. Janë të përfolura disa faktorë që mund të ndikojnë, ku është pjesa genetike, e fëmijës duhet parë pjesa kompozimit genetik, pra kemi fakt moshën e prindërve në momentin e konceptimit, mendohet që mund të ndikojë faktor të tjerë të jashtëm, siç mund të jetë lindja natyrale, cesariane. Kish kuptimet, shëndrimet përjashtuese dhe mungesa e aksesit në informacion vazhdojnë të jenë sfida të mëdha për këta fëmijë dhe familjet e tyre. Sfidat mund të jenë nga më të shumtat, për arsye sepse vërtet ne njohim autizmin si term, por vetë çrregullimet e spektrit autik janë një gamë shumë e gjerë. Dhe jo vetëm që janë një gamë shumë e gjerë që prekin 3 komponentë zhvillimi, që janë stereotipit, gjua verbale dhe jo verbale dhe socializimi me të tjerët, por varet shumë edhe nga shkalla që fëmia, individi është në spektrin autik. Ne mes nesh mund të kemi njerëz të cilët mund të jenë në një shkallë shumë të lehtë, të cilët kemi shoqërohen me to për ditë, nuk mund ta dim, madje ka patur raste që dhe ata vetë nuk e dinin të cilët ishin me autizëm dhe mund të jenë diagnostikuar në moshë shumë të vonë. 2 prilli shënon edhe ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, ditë e cila kujton rëndësinë e pranimit, mbështetjes dhe përfshirjes së personave me autizëm në çdo aspekt të jetës.